Regjimet kudo janë vështirë që të përmbysen me votë. Është një aksion që dihet. Natyrisht që shqiptarët që janë të qendrës djathtë duhet të jenë mërzitur shumë nga rezultati që nuk pritej. Në zgjedhjet e organizuara në çdo vend të Ballkanit, pa diskutim që qeveria dhe pushtetarët vjedhin përfituar. Zgjedhjet mund të jenë të lira, por nuk janë kurrë të ndershme. Se sa është marzhi i vjedhjes, kjo mund vendoset dhe mund të shikohet me prova vetëm nga ata që votojnë atje. Me gjithë manipulimet, spekulimet, pagesat, Rama duket që ka parë më pak vota se 4 vite më parë. Por ajo që është mungojnë rreth 200 e sa mijë vota tek opozita që kishte shanset për të përmbysur këtë regjim për 12 vitesh. Është një problem kudo, edhe këtu në Amerikë. Le të marrim zotin Trump, i cili fillimisht filloi të thoshte që do të garoj për mandatin e tretë. Ishte skema që hidhte dhe me njëherë majta të merrohen nga një Trump i tretë. Problemi është që a do të jetë pasues i tij vazhdues i platformës trumpiane. Sepse në ecurinë e republikanëve ka ndodhur që nuk ka shkuar kështu. Pra personi që do të vinë mbas Trump do të jetë me politikat e tij, ndërkohë që në Shqipëri kemi 12 vjet dhe tentohet të shkojë 13 vjet, sepse s'besoj se të shkojmë gjatë, Rama, i cili nuk ka një pasues. Nga ana tjetër, ka 2 kahe tek demokratët, një që thotë që Berisha e bashkojtë duhet të vazhdoj, është një grupim që thotë Berisha të largohet. Nuk mund të sugjerosh asgjë, këto përcaktohen nga partitë, nga lideri, sepse edhe këtu ngjet kjo. Për shembull, Hillary Clintoni humbi herën e parë u rikthye, demokratët e kanë këtë që nuk i largojnë liderat, për Kamala Harris sot mund vi përsëri. A mund të qëndrojë një lider 12 vjet, 13 vjet pa qenë lider? Në Amerikë ka qenë Roosevelti. Një president i zgjuar, Eisenhoweri, propozon amandamentin e 22 ku të vihet kufizim 2 mandate presidentit. Edhe pse Eisenhower dinte që kishte sigurt fitonte. Dhe kur unë them në Shqipëri që duhet ketë mandate, kufizim, nuk jam buta lënjë amerikanë. Me votat dihet që si heq dot. Të paktën të ketë kufizim mandate 2 herë. Shpëton nga të 2 krahët. E thash dhe njërë që është problem me pasuesin e liderit. Njihet reaganizmi. Janë 8 vite ku Amerika prosperoi, i suksesshëm te lufta e ftohtë. Pasuesi i tij ishte Bushi plak, i cili tha që unë do të jem për një kapitalizëm më gentleman, më të dashur, më të butë. Dhe menjëherë e shoqja e Reaganit, Nancy, tha më të butë se Reagani, më ndryshe. Pra ajo s'postua, nuk ku garantua vijueshmëria e liderit 8 vjeçar Reagan. Marim Clintonin, edhe pse Clinton u shfaq se ishte i qendrës, jo i majtë, në fakt ishte i majtë, pati sukses. E zhduku vazhdimsin me tij Obama. Obama e shkatroi tërësisht partinë centriste. E çoi majtas dhe majtas. Dhe Obama ishte ai që do të dëshiroja të kisha një mandat tretë, pra me telefon të kontrolloja. Dhe them se e realizoi me Bidenin. Pra, ky problem për kufizimin e mandateve dhe për liderët që nuk pasojnë nga njëri tek tjetri politikat e tyre, nuk është vetëm yni. Është problem që e ka dhe ky vend i madh. Zakonisht, Departamenti Amerikanit DI Focuset është përgjigjur. I kanë bërë një pyetje zyrtare për një koment për zgjedhjet, për akuzat për parregullsi dhe për kontrollin e madh që patën administrata e Ramës. Departamenti nuk ka asnjë koment.
Në Shqipëri. Kanë vrapuar ta urojnë Ursula, Hungarezi, Macron, Pjepri, në Itali, kryeministra Pjepri. Nga këtu, pra janë më të ftohtë. Nuk besoj se do të blihet lehtësisht 83 ose mund të shkojë 84 mandate. Autoritarizmi është diçka që nuk përkon me qasjen liberale të demokracive amerikane dhe të kapitalizmit. Por është toleruar Orban, është toleruar Erdogan, pra ka shembuj që dhe mund të na ndëshkojnë. Gjysmë milion vota nuk janë pak. Edhe pse logjika është që duhet të ishin më shumë. Në votat me diasporën, siç e kemi thënë disa herë nga Focus, ka pasur manipulime dhe spekulime dhe ato telefonatët e famshme janë me qindra vet që ma kanë thënë, kanë marrë telefonata nga Shqipëria duke ju kërkuar t'ju garantoheshin nga 10 votat fotografuara dhe ta tregonin për të mbajtur vendin e punës. Aprovohet do të kjo në gjykat? Unë them se ata që janë shqiptarë amerikanë duhet ta kenë të guxim, sepse jetojnë këtu. Ose rastin në Greqi, që duken letrat firmosura me një dorë. Dhe ai që shkaktari i krimit elektoral është Balla, pa diskutim, Ramës nuk i duhen më ushtar të tillë. Ose rezultati në Fier, në Elbasan, ka diçka që nuk shkon. Unë e thash dhe në komentet e lajmeve që në qoftë se fiton me merit, do t'i bindesh votave bashkombasëve tu, në qoftë se kanë votuar edhe për Ramën. Por ideja që ai ka marrë më pak vota se 4 vite më parë dhe përsëri është 83, tregon që sistemi është vjedhës. Kushtetuta kërkon që votat të jetë bazuar dhe mandatet të jenë bazuar tek përqindja e votave. Nuk është. Se në qoftë se ti thuat 52%, 52% e 140-s nuk është kur 83. Pra ti e ke marrë rreth 12 mandate të vjedhura nga formula, por formulën e kanë bërë të mëdhenj. Partitë e vogla nuk arritën të prodhojnë mandate, kanë marrë pak vota. Po të ishin bashkë, pra do të mbes Shqipëria dypolare, si sistemi amerikan, apo do të jetë në demokraci me shumë parti, por me shumë parti edhe Pjepri në Itali 33%, 31% shkon, Gjermani 33%, pra, por ne nuk kemi qendra e botës. Natyrisht që humbja është e dhimbshme, por çdo forcë politike e gjen çastin, mundësinë për t'u ringritur, për të ndërtuar kesin e saj, sepse në qoftë se realisht kanë ndodhur vjedhje masive, nuk besoj se do të kalojë aq lehtë. Ideja që amerikanët duan statu quo dhe nuk besoj se statu quo e prish çdo lider i ri, qoftë edhe Berisha. Dhe Shqipëria mbetet faktor stabilizimi, jo destabilizimi. Por ajo që mua më habit është kjo që kjo administrat e kam thënë ka alergji për përpashtetën socialiste dhe Soros. Pra pasojat e Sorosit në reformën e drejtësisë, në administratën që është bërë 2-3 herë më e madhe, kanë krijuar këtë monster, këtë lloj pushteti që Rama thotë unë hike kur dua vetë. Që këtu loja ka mbaruar. Vota është ajo që
i jep mundësi që pushtetit për të rotacion, sepse çdo qeveri bëhet represive, çdo qeveri konsumohet. Dhe ai votuesi i lëkundur që është mes, shkon sa majtas, sa djathës. Dhe kjo është në mënyrë të përpjesshme matematikore kudo. Nuk ka pse të bëj përjashtim Shqipëria. Mund të nxjerrën arsye të shumta si edhe këtu që nëse bën një listë gabuar, nëse bën listra të mbyllura, ti dënon atë votuesin me inteligjencë që dihet që votuesi djathtë bën pas të riqet. Shqipëria është në një stad të ri. Synon të hynë BE, nuk e di do të ekzistoj BE apo jo. A logjika e kësaj është kjo, nëse sipas fakteve që vinin nga Shqipëria që janë larguar të paktën thonë 1 milion, por le të them 800.000 gjatë sundimit të regjimit Ramës, logjikisht këta nuk do të votonin për të. Por nga diaspora o regjistruan vetëm 200.000, po siç ja thash, problemet janë shumë të mëdha. Dhe zarfat kanë shkuar tek familjet enveriste, komuniste, socialiste më shumë se tek demokratët, sepse kontrollohet nga KQZ, nga një ministër i Ramës. A e provon dot? Ky është problem tjetër. Por fakti nga ato që kanë parë votat në një dorë, konsulatat, ambasadat, u kthyen në qelizë organizatat të PS-s. Miliona dollar nga ministrët e Ramës. Pra kjo është ajo që nuk është fair. Megjithatë, presim dhe një shpresë është që Departamenti i Shtetit fitoi PS-ja. PPSH-ja në atë kohë. Ideja ishte që i vodhi apo ishte trysnia, forca, presionet. Departamenti Amerikan i Shtetit, Senati pati një hearing. Ka qenë Berisha, ka qenë Kadereja, ka qenë Hajdari. Pra u mbajt një qëndrim politik dhe në 92 ndodhi ajo që ndodhi. A mund të ngjasë përsëri kështu? A duhet ngjasë përsëri kështu? A ka forcë lobi shqiptar Amerikan i munguar që të realizon të këtë? Fundit, gjithkush që e meriton do përulesh ndaj tij. Sepse në demokraci, me të gjithë problemet që ka, është vota ajo që vendos. Dhe dihet, do të perifrazoj avokatin e Shuar Ngjela, që e majta ka një vot masive në Shqipëri, që nga 45. Dhe po të marrësh nga 45 deri sot, 70% pushtete majta ka qenë. E djatha pati do të vitet e arta 92, 96, rikthimin 8 vjet për me një parti ultramarksiste si LSI-ja që korrupsionet. Dhe votat e saj ku janë votat e LSI-s? Kanë shkuar të gjitha dhe Rama, kanë shkuar të PSD-ja që merrën në Tiranë. Duhet provuar me gazetar investigativ. Nuk kanë vlerë as analizat, as mendimet të blera e të shitëra, po dhe ne që orvatemi fri nga këtu, sepse ai që vendos është vota e thjeshtë, qytetarit dhe fshatarit që nuk kanë pak në Shqipëri. Askush nga vendet perëndimore nuk mund të jap leksione ndaj çdo vendi. Pam çfarë ndodhi në Rumani. Fitoi një president dhe gjykata e hoqi. Amerika e mbështeti, por Europa jo. Pam çfarë ndodhi me partinë e djathtë, e qendrës djathtë gjermane që e konsideruar thuajse terroriste, e pa kuptim. Shqipëria, për dhe pjesa jonë, gjysma jonë Kosova, janë në çaste me të vërtet vendimtare, në ato pazaret e mëdha të Donit, Trump, Putinit. Do të diskutohet edhe Ballkani. Jemi me fat që është zonë e ndikimit amerikan. Natyrisht që Shqipëria meriton ndryshe. Nuk besoj se ka njeri që të kundërshtoj që qeveria është e korruptuar. Ka gjysmën e saj nëpër Etinë dhe Burgja dhe ajo që fitoi madhërishëm në Fier dihet, po i bien Balla, askush nuk mund të thotë që zgjedhjet në Shqipëri janë ndershme, presioni madh i administratës,
por askush nuk mund të jap një zgjidhje se si dilet nga kjo situatë. Dhe shumica e shqiptarëve është bindur që regjimi nuk largohet me votë. Si? Duhet kërkuar ndihmë të aleatët, duhet kërkuar ndihmë të amerikanët, të perëndimorët na shpëtoni me një sistem zgjedhor që të prodhojë ndryshime pushtetin. Ndryshe zgjedhjet janë farsë. Ju përshëndes. Kudo në Shqipëri.